se ju e keni zbutur qëndrimin nga një moment kur keni thënë se kusht për juve është krijimi i komunës së Reçanit, sot keni deklaruar paraprakisht, ose në fakt pas takimit me zotin Kurti, se është vetëm një kërkesë që nuk kupton një zbutje, ndërkohë që ai ka thënë se përfaqësuesi i vërtet i banorëve të asaj anë dhe i bosnjakëve të asaj anë është ai dhe nuk jeni ju, sepse nuk keni marrë shumë vota. Cili është reagimi juaj? Qyre, une tash hajdim për mu, për vjen shumë keq që do është në nivel, une me full keq ose na i sen hajdim për një përfaqësues i bosnjakëve, është niveli tem kulturës e edukimit, nuk me lejoj këto. Zotri Rasim Demiri është përfaqësues i një partisë e vjetër bosnjakëve, edhe unë e di se unë po vjen shumë mirë se prej sot ata në fakt kanë përkrah kërkesat e me për komunë, ata nuk kanë dalë parë me kërkesën, unë e kur gjo nuk kam zbut, edhe nuk është për me definu ose me folë për këto. Zonja Balja, a e keni kusht apo e keni vetëm kërkesë? Jo, unë kam kusht, edhe këtu kam folë edhe para zgjedhje, edhe në kohën e fushatës, edhe pas fushatës, edhe kur gjo nuk kam ndryshuar. Pra, kusht në kupton, zonja Bale, kusht në kupton që nëse nuk e bëjnë komunën, ju nuk e votoni? Nëse nuk e filloj procesin për formimi, sepse nuk mundesh me bo komunë, nuk është komuna pjesa e votimit, nuk mundesh me bo komunë me një hapë. Është procesi, edhe unë e kërkoj, dhe më thonë si kusht, fillimi i procesit e formimi i qeverisë. Për çka ke Rasim Demirit, unë e di se është me emocion, sepse unë kam pas ma shumë vota, do më thënë është një prej liderëve, cili ka pas ma pak vota të bosnjakëve, do më thënë ka hupe edhe prej meje edhe prej zonjës Emilie Regjepi, edhe unë e kuptoj emocion, por veç për çka ka përkrah kërkesën teme, unë ka me propozu Rasimin nëse kemi do më thonë komuna e bosnjakëve, unë ka me propozu Rasimin për kryetarin e parë. Veç për me hek dhimbjet se ka hub zgjedhje, do më thonë një me një prej meje. Pa i tha që i ka fituar të në balje? Jo, mundeni me pas e unë prapë s'kam, do më thonë unë personalisht kam pas shumë. Për t'ja zbutur zemrën, do t'a mbështesni, këtë po e thoni. Okej, i kam dy reagime këtu në studion e Politikos. Jam bashkë me zotin Halil Matoshi, zotin Pranvera Ejupi, zotin Blerim Gashi dhe zotin